Sara Hoxha më në fund thyen heshtjen. Pas zërave të shumë për një lidhje mes Ledri Vulës dhe Gjensila Myrtezajt, Sara ka dhënë një reagim surprizues që ka bërë bujë në rrjet. Në një intervistë të fundit, Sara u pyet për thashethemet e lidhjes së Ledrit me Gjensilën. Ajo tha se është në një kapitull të ri të jetës së saj, është më e fortë dhe më e lumtur. E di që kemi të drejtë të dy të jemi të lumtur. Unë këtë dua për Ledrin, sepse gjithmonë do ta dua, është baba i Pojit, u shpreh Sara. Deklarata e saj ka ndezur rrjetin, duke lënë të kuptohet se pavarësisht ndarjes, respekti dhe dashuria si prindër për vajzën e tyre është më e madhe se çdo gjë tjetër. Por, a është kjo një konfirmim i heshtur për një romancë mes Ledrit dhe Gjensilës? Çfarë mendoni ju? A do ta shohim së shpejti Ledrin dhe Gjensilën si çift zyrtar? Shkruani mendimin tuaj në komente.